Deklaratat e fundit të Arber Hajdari kanë rikthyer në qendër të vëmendjes dinamikat mes figurave kryesore të televizioneve shqiptare, duke u interpretuar gjithësisht si një thumb i drejtpërdrejtë ndaj Arbana Osmani dhe projektit të saj Ferma VIP. Arberi u shpreh qartë se suksesi i një reality show nuk ndërtohet vetëm mbi figurën e moderatorit apo emrat e njohur që janë pjesë e tij, por mbi një strukturë të tërë që sipas tij e ka vetëm një televizion i madh si Top Channel. Ai theksoi se përvoja, stafi, investimi dhe mënyra e ndërtimit të formatit janë element kyç që nuk mund të zëvendësohen lehtë. Për të bërë një reality show të suksesshëm, duhet Top Channel. Mundohu sa të duash, nuk e bën dot. Nuk është me zor. Është vite punë, është eksperiencë, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se sukseset e mëdha nuk janë rastësi, por rezultati një pune të gjatë dhe të strukturuar. Edhe pse pa përmendur emra, konteksti në të cilin u bë kjo deklarat ka bërë që ajo të lexohet si një mesazh i qartë në drejtim të Arbanës, e cila tashmë është e angazhuar me një format të ri jashtë Top Channel. Kjo ka shtuar edhe më shumë vëmendje mbi rivalitetin e heshtur mes projekteve televizive dhe figurave që i përfaqësojnë ato. Ndërkohë, thumbet duket se nuk ndalen. Deklarata të tilla po vijojnë të komentohen dhe të interpretohen në mënyra të ndryshme, duke krijuar një klim tensioni dhe kurioziteti rreth zhvillimeve të ardhshme në ekran. Çdo dalje publike apo deklarate e re nga personazhet e përfshirë po analizohet me imësi, duke shtuar peshën e çdo fjale të thënë. Deri në këto momente, Arbana Osmani nuk ka bërë asnjë reagim publik lidhur me këtë situatë. Megjithatë, duke parë mënyrën si ajo ka reaguar në të kaluarën në situata të ngjashme, nuk përjashtohet mundësia që në vijim të ketë një përgjigje që mund të ndryshojë rrjedhën e këtij debati.